është një konflikt verbal duke nisur mes deputetës së VV-s Arbresh Kryezio Hyseni nga Lëvizja Vetëvendose dhe deputetës tjetër bosnjake Duda Balje. Kjo e fundit e ka pas një paraqitje televizive dje dhe përsëri e ka theksuar se për çfarë mund të ligjëroj Duda Balje, sepse Duda Balje ka treguar publikisht që është ofruar një pozitë që të ligjëroj në Maqedoni, por nga rodhi kjo dhe përgjigja që ja dha Duda Balje sot përmes një statusi në rrjetin social Facebook, tani do të kemi një lidhje direkte me zonjën Balje. Zonja Balje, nëse po më dëgjon, mirë se vjen në Kosova Live. Përshëndetje, a jeni mirë? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë, edhe unë e përshëndet krejt në studio, nuk pata mundësi me këqyr kush janë musafir tjertë. Po, e kemi dy zonja, është Gjuli edhe zonja Vasilika, dhe po flisnim pikërisht për përkrahjen që gratë japin grave dhe ndonjëherë për këto xhelozit apo gjërat e vogla që ndodhin pikërisht prej grave ndaj grave. Këtu në sfera politik, do më thonë, ne nuk kemi shumë emocione dhe këto xhelozit ndoshta gjithmonë është, do më thonë, me një urdhër e dikush tjetër. Unë nuk bata konflikt, unë veç njëherë ka jap një deklarata edhe ka përmend emër temen, nuk kam reagu, por tash herën e dytë edhe unë diqysh pata nevoj për me thonë ajsen, unë oferta për shkup kam marë. Edhe unë di edhe prej kujt, edhe unë nuk e tërheq, do më thonë, prej këtë vërtetës. Tash unë me marrë me një deputetja... sepse ka pas edhe mohime nga personat të tjerë, pra ju i qëndroni kësaj deklarate si ju keni marrë ofertën? Po, unë nuk e di këto persona vetë kanë, do më thonë, unë nuk kam përmend asë një emër, do më thonë, persona cili kanë qenë, do më thonë, mrenda ata vetë kanë thonë, se unë nuk kam përmend asë një emër. Absolutisht asë një emër nuk kam përmend një emër e një mjeku, cili është ushtari UÇK-s, dhe për cili unë kam marrë, do më thonë, telefonat. Është vërteta se unë nuk takova me ata, sepse unë kam refuzu takim. Unë nuk shkova kur kam dëgju për ofertën. Dhe veç një vërteta, por na kemi taku edhe pas zgjedhjes edhe personi cili vetë ka fol, unë nuk kam përmend, por vetë ka fol, nuk ka qenë bashkë sinqert. Edhe këto është një gjë tjetër, do më thonë, është pazari politike, se edhe unë kam marrë se Zotri Kurti kanë ndihmu, do më thonë, në zgjedhje në Maqedoni, edhe ata kanë provu me ndihmu Zotri Kurtin tash këtu për vota në Kosovë. Por reagimi e deputetve cili nuk kanë asnjë informacion, cili nuk kanë asnjë, në fakt, nuk kanë rëndësishëm, edhe cili në fakt unë emër e këtë deputetës nuk kam ditë, që 4 vite kemi qenë bashkë, por nuk kam ditë, nuk ka qenë shumë aktiv, nuk ka folë shumë në kuvend, edhe nuk kam ku të asemër, edhe reagimi tam ka qenë veç leje se nuk varet prej këtë zonja Kryeziu, nuk varet. Po, ndërkohë zonja Kryeziu në një studio televizive dje tha se çka mund të ligjëroj Duda Balje dhe cila është përgjigja juaj për zonjan? Po, unë e mund me ligjeru, do më thonë, kultura e komunikimit edhe kultura e respektit dikush për cili ki nevoj. Do më thonë, menjura e trajtimit, menjura e sulmit, menjura e linqimi në për media, menjura demonstrimi i fuqis, në e dikush kush nuk është qaq fuqishëm, është tash tipikli për vetëvendosje. Edhe për reti social, edhe për deputet cili përfaqëson këtë parti, edhe vërtet une jam të prit, do më thonë, kanë folë për mu, kanë folë për antare e familjes teme, kanë folë për çdo gjë, do më thonë, çdo ditë kam ndaj sulm, veç për shkak nuk du me jap votën për ekipin vetëvendosje edhe për strategji dhe planet që ata kanë për shtetin Kosovë. Po, ndërkohë po të citoj, do më thonë, krejt informacion për cili kanë dalë janë pa vërteta. Edhe une bona një padi, bona padia e dytë, tash duhet me bo padi ndaj deputetve, diqysh ndaj kolegve, edhe zonja është gruja, une nuk e du, a e din me ofendu, ose me thonë najsen keq, a e din me poshtru, sepse kam nivelin e vetë, edhe nuk kam shefi, cili është të bo presion ndaj meje, as partia cili është të bo presion ndaj meje, me qenë ma e sukseshëm nëse jam të dalë me një ofendim ma e fuqishëm. Une nuk e boj këto, që une përshëndes zonja Kryeziu,
Po, e përshëndesim edhe ne nga studio, që t'jemi korekt, nuk kemi asgjë kundër zonjës Kryeziu, thjesht ngjalli shumë reagime sa tu si juaj dhe deklarata mbrëm, madje po të citoj në fjalinë e fundit keni thënë komplekset e tua të vlerës më të lartë do të shkatrojnë. Për zonjën Kryeziu. Unë mendoj se është vërtet. Dhe por Ajdin, une gjithjush une çdo 2 ditë jam bashkë me zonjën Kryeziu në Kovente dhe kam e folur une personalisht me ata. Mos me bona e show në për media, ose vërtet s'kemi nevojë, na jemi femrat brenda e politikës, edhe të qysh niveli ma i ullt e respektit duhet me qenë prezente, edhe mes neve. Pa marrë parasysh se është politika, edhe pa marrë parasysh se është sfera e interesit, edhe krejt na e kuptojmë, unë 15 vite jam në niveli qendror, por prap duhet me bajt në nivel. Po. Më vjen mirë që po e jap këtë mesazh dhe uroj shumë që këto keqkuptime të kthehen në mirëkuptim mes juve të dyja. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Do të jemi prapë në paraqitje të tjera, natyrisht. Patjetër, çdo të mirë.